Specialistët e sektorit të policisë rrugore në Vlorë dhe Sarandë kanë arrestuar shtetasit VD 33 vjeç banues në Vlorë pasi më datën 23 mars në rrugën At Kriston Negovani, duke drejtuar automjetin tip Ford, ka aksidentuar këmbësorin shtetasin BG 57 vjeç, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve në Spitalin e Traumës në Tiranë. SS 39 vjeç banues në Sarandë, pasi duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur në rrugën Gjergj Araniti Sarandë, është përplasur me një automjet duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin RP 51 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se në datën 19 mars ka vjedhur një shumë parash dhe disa bijuteri në banesën e një shtetasi në lagjen Kushtrimi. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës referuan materialet në prokurori, pasi në datën 23 mars ka kallzuar shtetësia AE se gjatë një debati me fjalë për motive pronësie është goditur me pëllëm nga shtetësi DK 51 vjeç banues në fshatin Qeparo, dhe specialistët për hetimin e krimeve në policinë Delvin referuan materialet në prokurori, pasi në datën 23 mars ka kallzuar shtetësi RT Sevëllajti, shtetësi RT 55 vjeç banues në fshatin Rusan Delvin, ka kanosur me fjalë nënën e tyre. Materialet për rastet në fjalë i kanë kaluar tashmë prokurorisë për veprime të mëtejshme.